Për rreth 70 milion pacient në Gjermani ka filluar me 29 prill aplikimi i të ashtu quajturave kartela elektronike të pacientëve, që në gjermanisht quhet elektronische Patientenkarte apo shkurt EPA. Kartela elektronike është një lloj regjistri për të gjithë pacientët e siguruar ligjërisht, ku përfshihen të gjitha të dhënat mjekësore që mund të shikohen nga të gjithë mjekët në Gjermani. Prej fillimit të vitit, kjo kartel është testuar në rreth 300 ordinanca mjekësore në farmaci dhe spitale në disa lande të Gjermanisë, ndërsa prej datës 29 prill do të futet pra në fuqi në përdorim gradualisht në të gjithë Gjermani. Të dhënat nuk do të jenë gati në të gjitha klinikat edhe tek mjekët menjëherë natyrisht, por do të plotësohen më së largu deri në tetor të vitit 2025. Në të ardhmen cili do mjek mund të shënojë të dhënat e pacientit dhe të shikoj ato, pra të shikoj të gjitha të dhënat mjekësore të tij. Mjeku nuk ka pra nevojë që në të ardhmen të bëjë 100 pyetje si deri tani për të kuptuar se çfarë medikamente merr një pacient, a ka pasur ndonjë operacion dhe çfarë operacionesh, a ka probleme me ndonjë narkoz, a ka ndonjë alergji, a ka pasur ndonjë sëmundje të rëndë etj. Ai e shënon emrin e pacientit, e shtyp në një pull dhe të gjitha të dhënat i dalin përpara. E kjo jo vetëm që kursen kohë, por është shumë e rëndësishme në veçanti në rastet emergjente apo në rast të ndonjë aksidenti kur pacienti nuk është në gjendje të flasë. Mjeku menjëherë mund të shikoj pra të dhënat e pacientit, mund të shikoj nëse ka ndonjë sëmundje që duhet pasur parasysh patjetër, nëse është alergjik në ilaçe, çfarë operaciones ka pasur më parë, a është i vaksinuar, a ka probleme pra me narkoza, a ka ndonjë fotografim në röntgen, të dhënat laboratorike etj, pra me një fjalë do të mund të shikoj të gjitha të dhënat para vetes, do t'i ketë pra historinë mjekësore të pacientit që mund të jetë shumë e rëndësishme për shpëtimin madje edhe të jetës së pacientit. Por si çdo përmbledhje tjetër e të dhënave elektronike, edhe këtu ka probleme me ruajtjen e të dhënave personale dhe mundësinë e keqpërdorimit të këtyre të dhënave. Ndaj, futja në regjistra është vullnetare, që do të thotë se pacienti mund të kundërshtojë këtë dosje dhe të kufizojë qasjen e mjekëve në të dhënat e tij. Çdo pacient përmes kartelës elektronike dhe një pini që e merr nga siguracioni i tij mund të futet në sistem të vetin, pra dhe të bëjë kufizime për ndonjë mjek. Procedura është pak e komplikuar, por është e mundur. Por, shikuar nga përvojat e deri tanishme, në fazën testuese të paktën, shumë pak pacient e kanë shfrytzuar vërtet të drejtë dhe këtë mundësi. Ndryshe, kjo faza e tanishme është pra faza e futjes së të dhënave në sistem, ndërsa nga tetori EPA do të jetë i obligueshëm në të gjithë Gjermaninë. Por jo miq të dashur, çfarë mendoni për këto kartela dhe për shërbimet mjekësore në përgjithësi në Gjermani, sepse kohët e fundit ka pasur edhe goxha shumë ankesa. Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mos harroni ta shpërndani këtë video, sepse natyrisht ka të bëjë me të gjithë ata që jetojnë në Gjermani e të cilët janë të siguruar përmes siguracioneve të tyre normale të shtetit. Faleminderit dhe mirupafshim.